Në fund fare doja të kapnim pak edhe pjesën e festivalit të filmit që Belgjika i ka me shumicë diçka të veçantë nga këto festivale filmi ti më ke treguar kur kemi folur. Po, është e vërtet i ka me shumicë, madje i ka gjatë gjithë vitit. Pra neve atje nuk vuajmë, po themi, për këtë pjesën se gjithë problemi është ku të shkosh më përpara, dhe sidomos tani vjen pranvera çelin lulet, kështu që çelin gjithë festivalet. Pra, problemi nuk është ku të shkosh, problemi është ku të shkosh më përpara. Më përpara. Ku të shkosh se ka mbi vendosje her pas here, pra ka festivalet e filmit gjatë dimrit, edhe tani në pranverë, tani vinë më të bukurit, ata që ndjek me shumë kënaqësi. Po çfarë mund të them diçka që mund të jetë me interes është për shembull në festivalin e filmit me metrazh të shkurtër, vitin e shkuar kam njohur një regjisore kosovare, Jehona Berisha, ajo erdhi me filmin e saj Hana e Re, që ishte seleksionuar. Edhe kështu që më bëri shumë përshtypje dhe më bë shumë qefi, kështu që arrita domethënë ta njoh. Ndërsa këtë vit do jetë një tjetër regjisor kosovar, Samir Karahoda me Rrugës, i cili është seleksionuar dhe filmi i tij është një film. A pritet që të fitojë? Është i nominuar në ndonjë kategori, si funksionon këto? Janë me kategori, domethënë ky është një film. Ky është një film me metrazh të shkurtër, kështu që merr pjesë tek festivali i filmit me metrazh të shkurtër të Brukselit. Do të shohim tani. A pritet ta fitoj apo jo, nuk e di, po me dëshirë do donim patjetër. Se ne të gjithë këto kompeticione, festivalet e filmit ku garojnë filma të shqiptarëve, i përjetojmë kështu si çmimet Oscar, kur fitojnë ndonjë çmim dhe na bëjnë shumë krenar, që është e vërtetë. Është e vërtetë. Ajo që mund të them unë është që përveç këtyre festivaleve të mëdha të kategorisë A, siç e quajnë kineastët, pra, që kanë dëshirë të marrin pjesë në Cannes, Berlinale, Venecia etj. Unë do thosha, me të vërtetë do thosha që të marrin pjesë edhe në atë të Brukselit, sepse është një mundësi shumë e mirë. Është një mundësi shumë e mirë. Festivalet e filmit në Belgjik të cilës natyrë janë dokumentar, janë të shumëllojshëm. Janë të shumëllojshëm. Të shumëllojshëm, ka dhe dokumentar, madje ai dokumentar do të fillojë tani në fund të marsit dhe fillim të prillit. Pastaj kemi një festival me metrazh të shkurtër të. Ti na sugjeron që të ndjekim produktet e cilit festival nga këto që zhvillohen në Belgjik. Se nuk i ndikim dot të gjithë, s'kemi kohë. Dëshirën e kemi maksimale, po koha nuk na premton. Dgjoj, ideja është kjo që produktet produktet audiovizuale shqiptare janë me metrazh të shkurtër, kështu që normalisht ai me metrazh të shkurtër është më i bëshëm. Por unë vet kam zbuluar edhe filmin festivalin e filmit dokumentar, më ka surprizuar në një mënyrë nuk mund ta shpjegoj, është me të vërtetë një gjë shumë e bukur, përveç se pash Oliver Stone e të tjerë që bëjnë masterclass, domethënë ishte një gjë fantastike. Si do duk Oliver Stone? Ashtu, një çiki vet përmbushur. Unë jam maestro gjithë çdo gjëje, kështu që ju vetëm mund të mësoni prej meje. Tani ne folëm kaq shumë për filmin shqiptar, për kineastët shqiptar në diasporë, po nuk mësuam cili është filmi yt i preferuar i gjitha kohërave. E kam menduar disa herë këtë gjë, është shumë e vështirë, po një ndër filmat që mua sinqerisht më entuziazmon shumë, dhe po thuaj përmendesh të gjithin, është La vita è bella. E Benignit, Roberto Benignit. Është një ndër filmat që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë sepse trajton një temë Jo, po përpiqesh të gjej regjisorin, se e di që është Roberto Benigni. Është regjisor, është edhe. Po sigurisht ta bëj pak më të thjeshtë. Po. Më jep 5 sugjerime për filma, çfarë duhet shohim? Me patjetër. Po, patjetër që duhet të shikojmë Fellinin. Federico Fellini. Patjetër që duhet të shikojmë një nga filmat e tij, për shembull Tetë gjysëm. Ose mos u bëj kaq provokuese në sugjerime. Unë pastaj kam shumë qejf Antonionin, Michelangelo Antonioni. Dhe Monica Wittin, ajo ka qenë një muzë për mua. Unë ja pëlqeja shumë, jo vetëm figurën, por edhe zërin e saj pak të ngjirur, më dukej shumë sensual. Zërat e ngjirur. Shumë e veçantë Monica, e kam patur shumë qejf. Kështu që po, në filmin për shembull Nata. Okej. Do ta sugjeroja. Pastaj siç e thash La vita è bella sepse është një mënyrë shumë e veçantë si e ka sjell Benigni, temë shumë të fortë. Nuk e di, pastaj dy filmat e tjerë, por më pëlqen La grande bellezza, bukuria e madhe, megjithëse tani së fundi kam parë dhe Partenope, edhe jam çike të Sorrentinos, jam një çike jam çike Partenope, ju e sugjeroj dhe unë, është filmi i vitit 2024, e kam parë, është mjaft interesant. Është shumë interesant, tani për mua është një çik obsesion, më pëlqej shumë në momente të caktuara, e kam riparë edhe. Po shpresoj që nuk gjen veten aty. Po tani kur isha re dhe më pëlqen sa momente. Po të gjitha. Po përpiqemi ta bëjmë kështu. Kur isha re gjej çik veten, po tani domethënë e shikojmë në mënyrë më të ftohtë, po më pëlqejnë shumë kolonat zanore, më pëlqen kamera e
Sorrentino. Fotografia është fantastike, ndriçimi fantastik, montazhi Sorrentino. Po pra. Edhe pastaj nuk e di, edhe për shembull filmat francez më pëlqejnë, për shembull Jean-Luc Godard. Domethënë, çdo film i Truffaut ose Godard janë okay për mendimin tim, kështu që këto do ishin, po themi, ato që unë do sugjeroj. Dhe një libër. Se ne këtu në Kinotek flasim edhe për libra, edhe është e pashmangshme të ta bëj këtë pyetje. Më thuaj preferuarin tënd. Nuk kam gjëra të preferuara. Kjo është ideja. Unë marr atë që më pëlqen gjatë kohës që i lexoj dhe them, "Ok, më pëlqeu." Po tani se fund me diçka që të ka pëlqyer. Po për shembull një libër që më pëlqeu, që mu duket edhe i veçantë në stil, unë nuk e di tani, duket që jam shumë frankofone, ishte Vitet. Arnaud. Unë edhe po ta kisha provuar, nuk e lexoja dot. Anne Arnaud. Edhe një herë ta vëmë Anne Arnaud. Arnaud. E thash. Ky ishte për shembull ndonjë duar trokitje për theksin e violës. Okej. Ky ishte sepse më pëlqeu stilistika. Stilistika e librit, se tani libra më të thellë, sigurisht ka të tjerë, por ky më pëlqeu si stil, mënyra se si trajtonte, domethënë gjithë shumë etapa të rëndësishme të jetës së saj, por që përkonin edhe me lëvizje të ndryshme sociale, si ajo kalonte në për 10 vjeçar. Le të mos ua shuajmë kuriozitetin të gjithë atyre që po e dëgjojnë këtë intervistë. Arsene, u kënaqëm shumë, të falenderojmë që ishe në studion e Kinotekës. Ishte kënaqësi e veçantë për të gjithë prezantimin, sugjerimet edhe gjithë bisedën.